10 ditësh i fundit i Ramazanit, ditët e faljes dhe shpërblimeve të mëdha. Ramazani është një muaj i veçantë në jetën e çdo besimtari musliman. Është një muaj adhurimi, sakrifice dhe afrimi me Allahun. Por brenda këtij muaji të bekuar, ekziston një periudhë edhe më e veçantë. Një kohë që muslimanët e presin me shpresë dhe përkushtim të madh. 10 ditësh i fundit i Ramazanit. Këto janë ditët dhe netët më të vlefshme të këtij muaji. Ato janë momentet kur besimtari përpiqet të shtojë edhe më shumë adhurimin, lutjet dhe përkushtimin ndaj Allahut. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, kur hynte në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, e shtonte shumë adhurimin. Ai zgjonte familjarët e tij për namaz natë, i përkushtohej lutjeve dhe përpiqej që çdo moment të ishte në adhurim. Kjo tregon rëndësinë e madhe që kanë këto ditë dhe net. 10 ditësh i fundit i Ramazanit është i mbushur me mëshirë dhe falje. Në këtë periudhë, besimtarët përpiqen të afrohen më shumë me Allahun përmes namazit, leximit Kuranit, lutjeve dhe sadakas. Shumë muslimanë zgjedhin që gjatë gjithë këtyre ditëve të bëjnë itikaf, një praktikë e njohur në Islam, ku besimtari qëndron në xhami për disa ditë duke u përkushtuar plotësisht në adhurim dhe duke u shkputur nga angazhimet e përditshme të jetës. Qëllimi i kësaj periudhe është që zemra e besimtarit të pastrohet, mendja të qetësohet dhe shpirti të afrohet më shumë me Krijuesin. Por arsyeja më e madhe që e bën këtë 10 ditësh kaq të veçantë është prania e një nate shumë të madhe, nata e Kadrit. Kjo natë përmendet në Kur'an si një natë më e mirë se 1000 muaj. Kjo do të thotë se adhurimi i bërë në këtë natë ka një vlerë të jashtëzakonshme, sikur njeriu që kishte adhuruar për më shumë se 80 vite. Për këtë arsye, besimtarët përpiqen që gjatë 10 netëve të fundit të jenë më të përkushtuar në namaz natë, në lutje dhe në kërkimin e faljes nga Allahu. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka këshilluar që nata e Kadrit të kërkohet në netët teke të 10 ditësh të fundit, në natën e 21, 23, 25, 27 dhe 29 të Ramazanit. Kjo është arsyeja pse shumë muslimanë përpiqen që çdo natë të jetë e mbushur me adhurim, sepse askush nuk e di saktësisht se cila prej tyre është nata e Kadrit. Përveç kësaj, 10 ditësh i fundit është një kohë reflektimi për besimtarin. Është momenti për të menduar për muajin që po përfundon dhe për të pyetur veten: a kemi përfituar sa duhet nga ky muaj i bekuar? A kemi bërë mjaftueshëm adhurim? A kemi kërkuar falje për gabimet tona? Këto ditë janë një mundësi e fundit për të shtuar veprat e mira dhe për të kërkuar mëshirën e Allahut. Besimtarët në këtë periudhë shtojnë sadakan, ndihmojnë të varfrit dhe përpiqen të bëjnë sa më shumë vepra të mira. Sepse Ramazani nuk është vetëm një muaj urie dhe etjeje. Ai është një muaj i ndryshimit të zemrës dhe i pastrimit të shpirtit. 10 ditësh i fundit është si pjesa më e çmuar e këtij muaji. Është momenti kur besimtari duhet të jap maksimumin e tij në adhurim, sepse ndoshta është Ramazani që do të ndryshojë jetën e tij. Ndoshta është nata në të cilën Allahu do t'i falë mëkatet dhe do t'i hap dyert e mëshirës. Dhe kështu, ndërsa Ramazani i afrohet fundit, besimtari nuk e ul për kushtimin e tij. Përkundrazi, ai përpiqet edhe më shumë, sepse në këto ditë dhe net të fundit mund të fshihet një shpërblim i madh dhe një falje që mund të ndryshojë përjetësinë e njeriut.